Shikues të televizionit Uta, përshëndetje, mirë se takohemi edhe sot në këto minuta para para iftarit. Besoj se të gjithë jeni në atë ambientin e ngrohtë familjar apo ku jeni edhe miq edhe mysafir tek njëri tjetri. Ne tashmë çdo mbrëmje po sjellim ligjëratat e ndryshme me tema të ndryshme që janë të ndërlidhura me muajin e Ramazanit. Sot në këtë studio kam kënaqësi që le të themi tradicionalisht po bëhet tashmë që edhe ai është pjesë e emisionit ton, edhe pjesë e emisioneve çdo herë kur flasim për të përcjellur mesazhe të bukura nga libri i Kuranit, nga libri i shenjtë, por jo vetëm. Sot në këtë temë le të themi specifikisht do të flasim për jetën e pejgamberit alayhis salam gjatë muajit të Ramazanit, por jo vetëm. Do të flasim pak edhe më gjërësisht ndoshta për jetën e tij. Enis Hoxha, mirë se na vjen në studio. Imam, njëherët mund të themi që kemi pasur rastin ashtu siç thash, të përcjellim shumë herë nga ju fjalë tek ato që na shikojnë përmes ekranit ton, por edhe sot do të jemi më të specifikuar në këtë temë. Selam aleikum. Wa aleikum salam. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për punën tuaj që jeni duke bërë në këtë muaj të begatë të Ramazanit. Por jo edhe vetëm në Ramazan, jeni gjithmonë pranë njerëzve të cilët ju ndjekin pranë vendit, pranë besimtarëve, pranë të gjithëve atyre që dëshirojnë të jenë pranë jush edhe ju të jeni pranë atyre. Faleminderit për këtë emision, për ftesën, sepse siç e dim, Ramazani përsëritet çdo vit. Mundësia e tij është që na të përmirësohemi çdo vit, është edhe një mirësi e Zotit të madhëruar që për çdo vit na bën muajin e begatë të Ramazanit që ne të fokusohemi dhe të përsërisim apo të ripërtrim ato diturit, ato dijet dhe të bëhemi ato që duhet të jemi më të mirë në të nesërmen apo të jemi më të mirë sot, siç e cekim edhe na që të bëhemi versioni jonë më i mirë i vetes tonë dhe fal këtyre emisioneve, fal muajit të begatë të Ramazanit njerëzit fokusohen për të treguar fetarizmin e tyre dhe duke treguar dhe fetarizmin e tyre natyrisht që thellohen edhe në njohuritë të cilat janë të dobishme për ata si për këtë botë ashtu për botën tjetër, por edhe për rrethin ku ata gjenden dhe jetojnë. Kurreshtja për jetën e pejgamberit alayhis salam besoj se është gjithmonë e madhe. Se do ta shpjegonim ndoshta para se të kalonim specifikisht tek muaji i Ramazanit, tek jeta dhe përjetimi i tij në këtë muaj. Me qenë se ja fillojmë të jeta e pejgamberit tonë dashur, dëshirojmë që t'ja japim hakun dhe vlerën të cilën e ka jeta e tij, por natyrisht që na jena njerëz të mangët, jena njerëz të cilët e marrim shembull jetën e tij për të vazhduar jetën tonë në këtë botë, sepse Allahu i madhëruar si pejgamberin tonë ashtu çdo pejgamber e ka dërguar që të jetë një shembull më i mirë se si duhet vepruar dhe si duhet zbatuar urdhri i Allahu xhaleshanuhu. Me qenë se e filluam te pejgamberi te jeta e tij, e dim se çdo pejgamber ka pas edhe muxhizat apo mrekullitë veta të cilat Allahu xhaleshanuhu ju ka dhënë për atyre për t'ju treguar njerëzve se ky me të vërtetë është një pejgamber dhe ka mbështetjen e Allahut në këtë udhëtim, në këtë rrugë. Me qenë se pejgamberi jon ka pas muxhize të ndryshme apo mrekullitë të ndryshme në jetën e tij dhe shohim se është edhe një mirësi për ne si ummeti i tij, si ndjekës të tij që Allahu xhaleshanuhu na ka privilegjuar me një diçka të tillë, ajo është muxhiza që i ka ardhur apo mrekullia që i ka ardhur pejgamberit tonë të dashur që është Kurani famlar. Ajo është një mrekulli, domethënë që Allahu xhaleshanuhu nuk e ka ndërprer mrekullinë me kalimin nga kjo jetë e pejgamberit tonë për në jetën tjetër, por e kalon që ajo mrekulli të jetë në mesin tonë. Domethënë Kurani është një mrekulli. Kurse po shohim rrefimet apo tregimet e Hazreti Aishës, nënës së besimtarëve, gruas së pejgamberit alayhis salatu wasalam, kur sahabët e kanë pyetur se si ishte morali të dërguarit të Allahut, ai ka thënë se morali i tij ishte Kurani. Dhe në disa transmetime dhe në disa versione shohim sepse pejgamberi jon ka qenë Kurani i gjallë, domethënë kjo muxhizë, domethënë kjo mrekulli, domethënë që ishte Kurani që Allahu xhaleshanuhu e ka dërguar dhe si thot në Kur'an në famlar që Allahu xhaleshanuhu fjala më e mirë, fjala më e bukur është fjala e Kuranit, ndërsa udhëzimi apo sjellja më e mirë në këtë botë është sjellja dhe udhëzimi apo praktika e pejgamberit Muhammed alayhis salatu wasalam. Kjo është domethënë për kufizimi që mundna me bë domethënë në një mënyrë kaq të shpejt për një këtë emision, për një disa minuta që kena të rezervuar për emisionin tonë, me qenë se do të flasim edhe temën e Ramazanit, po të ulemi në detaje, po të hallojmë detajet apo ti analizojmë, domethënë do të shohim përsëri mrekulli si te Kurani famlar, si te jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam, si po ashtu edhe mrekulli tek ata besimtarë apo tek ata persona të cilët e ndjekin
sunetin e pejgamberit, por natyrisht që ato janë të lidhur edhe me Kur'anin familjar, ku me qenë se në këtë muaj të Ramazanit, siç e thamë, muaji i Ramazanit e ka marrë edhe veçorinë e tij, edhe madhështinë e tij, edhe bekimin e tij, pikërisht prekthehna te Kur'ani familjar, sepse Allah i madhëruar në suret e Kur'anit familjar na tregon neve se Kur'ani është i zbritur pikërisht në këtë muaj, në natën e Kadrit, edhe pikërisht ky muaj i agjërimit, domethënë njihet edhe si muaji i shoqërimit në Kur'anin, muaji në të cilin ne thellohemi në praktikimin e praktikave të jetës së pejgamberit tonë të dashur Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe po ashtu është edhe një mirësi tjetër, sepse Allahu, siç thotë, i kam dhënë dhe i kam lënë, e kam begatu muajin e begatë të Ramazanit me mirësi, e kam bërë një sezon korrjesh fitore, shpërblime shpirtërore në këtë botë, edhe në botën tjetër, por çka kam bërë, kam lënë domethënë në vullnetin e lirë të njeriu, kush dëshiron le të marrë, kush nuk dëshiron, domethënë e ka bërë kundra vetes së tij. Si le të themi në thojza, nëse mund të them, si ndryshon jeta e pejgamberit alayhis salam në muajin e Ramazanit? Ndoshta nga ajo përditshmëria, nga ajo çfarë ne dim gjatë 11 muajve të tjerë, çfarë ka ndryshe, të veçantë, të bukur, edhe sakrificë në të gjatë muajit të Ramazanit? Sakrificë nuk ka, por ka gjëra të bukura. Po. Sakrifica domethënë njeriu i bën me dëshirë. Po. Me qenë se pejgamberi jonë alayhis salatu wassalam, mbasi që u shpërngul nga Mekka në Medinë, në vitin apo 18 muaj mbasi që ishte shpërngulur në Medinë, dhe aty me qenë se filloi edhe besim veprimi, nga që në Mekë ishin disi të privuar nga besim veprimi, besonin, por e kishin të vështirë të vepronin. Në Medinë ishte më lehtë të besonin, por dhe të vepronin me besimin, domethënë të praktikonin jetën fetare. Në muajin Shaban zbriti dhe ajeti kuranor i surës Al-Bekara, ajeti numër 103, të gjithë ne të cilët e ndëgjojmë në këtë muaj, por edhe pas këtij muaji ku Allahu i madhëruar thotë kutiba aleikum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, u bë obligim për ju agjërimi i muajit të Ramazanit, siç ishte agjerim edhe për popujt të mëparshëm, me një qëllim që ju të bëheni të devotshëm, të bëheni të mirësjellshëm, apo të jeni nga ata të cilët njerëzit domethënë janë më të lidhur me fenë e tyre. Dhe pas këtij pejgamberi alayhis salatu wassalam filloi dhe agjerimin në muajin e Ramazanit. Para se marrë muaji i Ramazanit, pejgamberi alayhis salatu wassalam e shprehte dashurinë e tij për këtë muaj të begatë. E shprehte dashurinë sepse i përgatiste sahabët e tij me lutjen që na përgatitana edhe sot, edhe thojmë Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaban wa balighna Ramadan, që do të thotë Zoti jon na jep neve begatinë dhe mirësinë e muajit në Rajab dhe Shaban, dhe na mundeso që të jetojmë dhe të arrijmë muajin e Ramazanit. Kjo ishte domethënë dashuria e tij para se me ardh, para se me fillu muaji i Ramazanit, që përgatiste veten dhe hapte ata myshdet apo ata si hariqet sahabeve që erdhi muaji i Ramazanit, përgatituni për të dhe lutini Allahun e madhëruar që të na japin bereqet në këto 2 muaj, dhe me qenë se jemi në prag të këtij muaji të Ramazanit, që ta arrijmë me mirësitë e tij muajin e begatë të Ramazanit dhe ta agjerojmë atë. Me qenë se para se fillimit dëshiroj të shprehij dhe të ceki disa hadithe. Ky ishte hadithi i parë që ishte para se të fillonte Ramazani, kurse hadithi domethënë kur fillon muaji i begatë i Ramazanit, pejgamberi jon i dashur, siç e shohim në traditën e tij dhe në hadithet dhe në lajmet që përcillet, ai e ndiqte hënën, sepse hëna shënon edhe fillimin e muajit të begatë të Ramazanit, dhe pasi që e shihte se ka filluar muaji i begatë i Ramazanit, thirrte tekbire, madhëronte Allahun xhaleshanuhu, falendronte Allahun xhaleshanuhu, kërkonte mirësi të këtij muaji të begatë të Ramazanit që ka filluar, dhe lutte Zotin e madhëruar që ta ruajë dhe t'i largojë ato të këqija të cilat mund të vinë nga ky muaj. Kjo ishte domethënë si hyrja në këtë muaj të begatë të Ramazanit, ku pejgamberi jon i dashur në fillim i përgatiste sahabët që përgatituni sa erdhi muaji i Ramazanit, përgatituni shpirtërisht që mos të vijë domethënë muaji i Ramazanit dhe ju mos të jeni të përgatitur natyrisht që shpirtërisht dhe fetarisht dhe moralisht, pasi që vinte bënte edhe këtë lutje dhe këtë dua që Allahu i madhëruar të japi begati në këtë muaj të begatë, por natyrisht që ta ruaj edhe nga ata të këqija të cilat mund t'i sjalli ky muaj. Natyrisht se jeta e tij domethënë shembulli më i bukur është edhe aja e cila neve na tregon
urdhrat e Kuranit se si duhet agjeruar dhe si duhet vepruar në këtë muaj të Ramazanit. Ka shumë specifika, ka shumë ndodhi, ka shumë raste, me qenë se ai ka jetuar 8 muaj Ramazane apo 8 vite Ramazane, nuk do të na mjaftonin minutat, nuk do të na mjaftonin vetëm kjo ndaj që ne të cekim disa veçori dhe disa urtësi që mund të marrim nga sjellja e pejgamberit tonë dashur në këtë muaj të begat të Ramazanit. Në ato 8 muaj që ka përjetuar, në ato 8 vite të përjetimit të Ramazanit, çfarë do të specifikonim nga disa fragmente ndoshta më të veçanta? Specifikimi i fragmenteve më të veçanta në hadithet apo në transmetimet siç transmeton Ibn Abasi, një sahabiri i cili e kishte ndjekur, por është një nga sahabet e cilët njihet për diturinë dhe për gjuarësinë e tij, transmeton se pejgamberi jon i dashur ishte me bujari në çdo kohë, por në muajin e Ramazanit ishte me të vërtet shumë i thellum në bujarinë e tij. Kishte një konceptim apo një lidhje të fortë me Kur'anin, ku Ibn Abasi tregon sepse pejgamberi alayhi salatu sallam çdo natë me Xhibrilin alayhi salam e lexonte Kur'anin njëri tjetrit. Kemi edhe transmetime që tregon edhe Enesi, Zoti qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi alayhi salatu sallam me qenë se lexonte Kur'anin u veçonte në dhomën e tij, meditonte rreth porosive të Kur'anit, por edhe e madhëronte Allahun Xheleshanuhu në këtë muaj të begat. Por nuk duhet të harrojmë dhe nuk duhet të anashkalojmë, sepse muaji i begat i Ramazanit është ai muaj në të cilin ne lidhemi me të gjitha ibadetet. Si lidhemi me të gjitha ibadetet, sepse është edhe namazi që është i obliguar, e shpeshtojmë, kemi veçorinë e namaz. Është agjerimi që është po ashtu si namazi shtylla e fesë islame, që kush agjeron muajin e Ramazanit duhet të jetë ndër ata të cilët i ndjekin urdhrat. Po ashtu është edhe dhënia e zakatit. Po ta bëjmë një lidhje na siç e cekem me këto 3 shtylla themelore të fesë islame, shohim se agjerimi i muajit Ramazanit, do të thonë, njeriu e privon, e largon nga disa ndalesa edhe mundeson atë që ai të ketë një vet kontroll më tepër mbi veten e tij apo mbi egon e tij. Kohët e namazeve të cilet ndoshta më shumë i kushtojmë rëndësi në muajin e begat të Ramazanit, që ta falim namazin në kohë dhe në kohën kur ai ka filluar, sepse shpërblimin e tij është më i madh, neve na udhëzon dhe na mëson që të kemi një kujdes ndaj kohës dhe ne ta menaxhojmë kohën dhe jo koha neve. Kurse natyrisht, domethënë, siç thash, edhe zakati që është, domethënë, ndarja e pasurisë, lëmoshave, ato të cilave të janë të obligume nga ne, por edhe sadakat e tjera na jep neve një mundësi që ne të jemi prap superiorë ndaj pasurisë tonë, që ne të veprojmë me pasurinë siç dëshirojmë ne, por jo pasuria të veprojë me ne siç dëshiron ajo, duke dashur që ne kemi ato edhe një vetë frenim më të madh në këtë muaj të Ramazanit, me këto 3 veçori që i ceka, që desh më pak edhe u largume nga jeta e pejgamberit tonë të dashur, por ja vlen edhe disa praktika që t'i cekim nga jetët tona në këtë muaj të begat të Ramazanit, që të thellohemi, të meditojmë edhe ne nga ato porosi, jo vetëm të flasim se siç ka qenë dhe siç është vepruar, por dhe të anashkalojmë, të thellohemi, të analizojmë dhe të meditojmë mbi jetën e pejgamberit tonë të dashur, duke e përkthyer atë dhe tërhequr një vijë paralele me jetën tonë dhe me jetën e tij në këtë muaj të begat të Ramazanit, por veçanërisht në këto ditë të cilat ne po jetojmë, ku janë edhe shpërblimet shumë të mëdha nga Zoti i madhëruar. Kur themi këtë, a mund të themi që nga ajo çfarë përcjellim edhe nga ajo çfarë transmetojmë nga jeta e pejgamberit alayhis salam gjatë muajit të Ramazanit, disi ne tani ta përshtasim me këtë kohë atë praktik të tij, le të themi, ta përshtasim me këtë kohë që ne po jetojmë aktualisht muajin e Ramazanit? Mund ta përshtasim me këtë kohë, pa më kujtohen disa tregime apo disa hadithe, disa habere, disa lajme nga jeta e pejgamberit tonë të dashur. Përsëri kjo vjen nga nëna jonë Hazreti Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, kur po pikërisht në këtë muaj të Ramazanit, Aisha ishte në shtëpi dhe vjen një gru me 2 fëmijët e saj në dorë, siç është transmetimi, dhe kërkon diçka që t'i japi, dhe Hazreti Aisha kishte vetëm 2 hurma dhe ja dha këta 2 hurma. Nëna që ishte njërën hurmë dha vajzave, fëmijëve, kurse tjetrën e futi në gojë. Fëmijët ja kërkuan edhe pjesën e hurmës që e kishte në gojë, ndërsa ajo nxorri, e ndau dhe ju dha përsëri fëmijëve.
Kjo sjellje e preku Hazreti Aishën dhe vendosi që t'i tregoj pejgamberit, domethënë se ishte një diçka që e kishte prekë thella i tregoj pejgamberit, kurse pejgamberi domethënë i kthehet Hazreti Aishës dhe i thet që kjo hurm ka qenë sebeb që Allahu xhaleshanuhu ta bëj farz apo obligim për të xhenetin, ose një transmetim tjetër si shtohet e ka ndaluar që ajo të jetë pjesë e xhehenemit, apo të ndeshkohet për veprimet që ka bërë. Shohim domethënë një detaj i vogël këtë muaj begat Ramazanit, një hurm, një iftar, si e kena na traditë dhe obligim që të shtrojmë sofrat e iftarit, thrasim të afërmit, por duhet të mos harrojmë të thrasim ata të cilët nuk i kena të afërm. Janë ndoshta jo dhe nevojtar, por të ndajmë atmosferën e sofrës së Ramazanit si një familje, si një bashkësi, duke ndarë me njëri tjetrit emocionet. Me qenë se unë kam studiu shumë vite jashtë vendit edhe shumicën e Ramazaneve gjatë studimeve i kam kalu jashtë në Turqi. Flasim edhe me hoxhallar tjerë cilët kanë studiuar dhe jashtë Turqisë, që kanë pasur mundësi domethënë që gjatë Ramazanit të jenë në studime. Ishte një diçka që në vitet e para më kalon një mbresë apo një pikë pyetje apo një diçka që më gjallte një kurreshtje. Kishim iftare të ftuar nga njerëz cilët nuk e njihshim, nuk i kishim pa nga afarist njoftun, nga afarist shumë të mëdhej. Vizitoshim iftaret. Ishte një ftesë domethënë që nuk ishte afaristi njohur kurfar interesit nga na. Apo as edhe nuk na njifte. Na thirrte 2-3 net rresh një iftar, vitin tjetër po ashtu kishim iftare të tilla. Shohim edhe me qenë se dim dhe Hazreti Pejgamberi alayhis salatu wassalam e kishte pranuar ftesën e Saad bin Ubades për të vizituar, për të shkuar në iftar të ai, dhe pasi që ngrëni iftarin bëri duan siç e kishte traditë që të bënte dua mbas ngrënies së ushqimit. Në këtë muaj të begat të Ramazanit bëri duan që na mëson edhe neve që ta bëjmë duan, por natyrisht që ta reflektojmë dhe të meditojmë nga kjo dua, që ta praktikojmë edhe na në jetën tonë, jo vetëm me gjuhë duke e cituar si dua, duke e thënë si dua, por dhe duke marrë mësim nga kjo dua i cili thot: në shtëpinë tuaj apo në sofrën tuaj bëfshin iftar agjëruesit, ushqimin tuaj e ngrënshin të devotshmit. Në disa transmetime ngrënshin njerëzit e mirë, meleket le të luten për ju, bëfshin dua për ju, apo kërkofshin mëshirë për ju Allahu xhaleshanuhu. Një dua e thjesht, shumë domethënëse, ku pejgamberi tha në shtëpinë tuaj bëfshin agjërim, bëfshin iftar apo hapshin agjërimin agjëruesit, ushqimin tuaj e ngrënshin të devotshmit, dhe për ju le të bëjnë dua apo lutje meleket. Besoj se një kja dua ishte shumë domethënëse që ne ta praktikojmë në jetën tonë. Ta praktikojmë për arsye që të thrasim njerëzit agjëruesit që të hapin iftarin me ne. Pjesa e dytë e duas tet njerëzit cilët janë të mirë, devotshmit, sepse janë frydhanca me devotshmërinë e tyre, me lutjet e tyre për ty, për familjen, për pasardhësit, por edhe thot që edhe meleket bëfshin dua për ju. Kena shumë transmetime lutjeve dhe duave të cilat na e bam, sikur e bam njetin për hapjen e iftarit, sikur e bam njetin edhe për mbarimin e ngrënies në syfyr, por kena edhe transmetime tjera ku Allahu xhaleshanuhu na tregon dhe na tërheq vëretjen, sepse lutja e agjëruesit nuk kthehet mbrapsht. Lutja e atij të cilit i është bërë pa drejtësi nuk kthehet mbrapsht, dhe disa veçoritë të tjera të cilat njerëzit kanë mundësi që shfrytëzojnë. Kurse ne po thojmë që në këtë muaj të Ramazanit lutja e agjëruesit, duaja e agjëruesit në kohën e iftarit nuk kthehet mbrapsht. Më vjen mirë që e tham në këto minuta, sepse jemi pikërisht para kohës së iftarit, edhe të bëjmë të gjithë këto dua të cilat kanë vlerë dhe këto dua të cilat ti ndjejmë, ti bëjmë me zemër, jo vetëm ashtu siç e thatë, dhe jo mekanikisht ndoshta, por ta ndjejmë dhe ta dimë le të themi vlerën edhe rëndësinë se çfarë kërkojmë. Po, natyrisht mekanikizmi domethënë është një vepër e cila neve ndoshta
na mëson se si ta bëjmë një vepër, por nuk e ndjejmë atë. Ndjenjat e veprave janë disi ma ndryshe, nga që ndjenjat e besimtarëve ndryshojnë dhe ne dëshirojmë që këto ndjenja ti gjallërojmë në këtë muaj të Ramazanit dhe në këtë muaj të Begat, nga që me qenë se pejgamberi joni dashur, po kthejna prap të ndjenjat, prap të dashuria apo të mirësia, një kohë kur një beduin kishte shku për të vizitu pejgamberin tonë të dashur alayhi salatu wassalam, dhe po aty i kaloi nipi i tij dhe ai e morri, e përktheli dhe e puthi në kokë, kurse ky beduini nga që ishte një mënyrë të themni të ashpër, të vrazhd apo mashkullore, domethënë i sert, i rrept, i tha ne nuk i puthim sa fëmijët tonë, të vezgjit tonë atje ku ne jetojmë, kurse pejgamberi joni dashur i thotë çka të bëjon kur Allahu xhaleshanu ju ka hekur, ju ka hequr dashurinë apo mëshirën nga zemra juaj. Kjo ishte domethënë ajo që nuk ishte vetëm një përkthjelje sa për spontane apo për syefaqe, por ishte një përkthjelje me një ndjenjë, me një dashuri ku Islami neve na mëson, sepse namazi, sepse agjerimi, veprat të cilat bëhen duhet pikë së pari të kenë ndjenjën në zemrën e tyre, duhet t'i ndjejmë na ato vepra që i bëjmë në këtë muaj të Ramazanit, dhe pikërisht në qenë se kena art të ndjenja, dëshirojmë që çdo kush para Ramazanit, siç thamë ne, edhe ish përgatit për këtë muaj të Begat, ku na si imam, si hoxhallar, nëpër media, nëpër rrjetet sociale, ka vlu apo hadithi pejgamberit tonë të dashur, erdhi Ramazani, erdhi Ramazani, erdhi Ramazani, dhe gjithë jena përgatit për këtë muaj të Begat, domethënë me prit se erdhi, kena bë plane sa iftare, kena me shku sa iftare, kena me da, nëpër cilat xhamia do na mi vizitu, por nuk e kena bë një plan. Plani më i rëndësishëm ish plani çfarë dona me bëna me të vërtetë në këtë muaj të Ramazanit, cili është plani jonë, cila është marrëdhënia jonë me Zotin xhaleshanuhu. Si e ka mund të lidhjen me të që të veçohem pak edhe të mendoj që ky Ramazan domethënë tjetë Ramazani më i mirë që e kam jetuar do i herë në jetën time, me ndjenjat më të bukura që mund ta ketë jetuar në Ramazanet që ka kaluar. Kjo është domethënë ai plani që dëshirojmë që edhe duhet që ta bëjmë, që erdhi Ramazani tani. Nuk ka do fali 30 taravi pa ndërprerje, 29 taravi me qenë se ka ky Ramazan. Do jemi i pranishëm në të gjitha xhamiat, do të jemi i pranishëm në shpërndarjen e shumë iftareve, por çfarë ke ndjer ti? Cila është aja e vërtet që e ke bë planin dhe je ulë dhe ke thonë këtë Ramazan unë do veçohem, nuk do i harroj gjitha agjerimet, taravit, namazet, por do ketë një moment kur do reflektoj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e falte namazin e taravis, që është edhe gjallërimi i netëve të Ramazanit, por emrin taravia mori në kohën e Hazreti Omerit, po ishte namazi që i gjallëronte. Sahabet, me qenë se e kanë pasë e kishte fali natë, ishin mbledhur dhe natën e dytë që me falë me pejgamberin, ata që s'kishin pas mundësi, por dhe ata që kishin pas mundësi. Kurse pejgamberi ishte i veçu në dhomen e tij, në odën e tij, kurse ta papriçin çaj të dilte dhe të printe në namaz. Disave jo kishte shku në mendje se pejgamberi apo kishin bisedu se e ka harru, ka fjet, e ka neglizhu, kurse ai kur dolin sabah me foli tha, as nuk është se nuk ju kam dëgju tha juve që jeni të pranishëm, as nuk është se kam neglizhu domethënë adhurimin, por unë jam nalë dhe kam meditu, kam fol. Kam kënd domethënë i kam ripërtri ato ndjenjat që është ai momenti kur që thamon që na veçohna, mendojmë, flasim me Zotin, meditojmë mbi ajetet e Kur'anit në gjuhën shqipe kur i lexojmë, sa i kuptojmë, sa atëherë kur i kuptojmë edhe e ndjejmë mesazh cilin Zoti xhaleshanuhu neve na dërgon, sepse siç thash, Kur'ani është një mucize, është një mrekulli, domethënë që nuk është ndërprerje, dhe çdo person kur e lexon domethënë ndjen këtë mucize, në këtë mrekullinë e veten e tij, me mesazhin që Zoti atij drejtohet dhe me të kuptimin e atij mesazhi që ai në atë moment e merr, domethënë që është një mesazh, është një e folme me Allahun, me Zotin e tij. Përsëri kthehen atë një fragment tjetër, po natyrisht ka ndodhur në të njëjtën vend në mesxhidin e pejgamberit tonë të dashur, në shtëpinë e tij, kur pejgamberi u veçonte në 10 netet e fundit për në itikaf, për të përsëritur dhe për të folur me Allahun, siç thamë, për të medituar, lexuar Kur'anin, sepse leximi i Kur'anit është bisedim, folje me Allahun xhaleshanuhu, dhe i kishte ndëgjuar sahabët që edhe ata po bënin të njëjtën praktik, po lexonin Kur'anin, por po lexonin Kur'anin me zë të lartë. Dhe ishin ndarë gjithë në grupe, gjithë secili përveç se pejgamberi alayhi salatu wasalam del nga dhoma e tij dhe ju thotë çfarë po bëni? Çeni duke bën, çfarë po bëni? Jeni të folë me Zotin tuaj, s'keni nevojë thot me ngrit zanin nalt, me shqetësu njëri tjetrin. Gjithsecili e lexon,
flet me Zotin, mediton, përkushtohet në atë meditimin, në qetësimin e tij shpirtëror, në ripërtrirjen e tij shpirtërore, duke i dhënë vedit mundësinë që ai të jetë Ramazani më i bukur që e ka kaluar, por duke i dhënë vedit mundësinë që pas këtij Ramazani do të jem edhe më i mirë në jetën e përditshme, në praktikimin e atyre urdhëresave të cilat jena të obliguar që të praktikojmë në këtë botë. Shpresojmë që le të jemi më të mirë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Falenderoj që përcolle kaq mesazhe të bukura edhe në këtë emision sonte, duke dëshiruar agjerim të lehtë, të pranuar për ty personalisht, për gjithë familjen edhe miqt edhe dashamirësit e dashur. Le të jetë një muaj i cili sjell vetëm begati dhe çdo të mirë. Amin. Ju urojmë gjithë besimtarëve agjerim të lehtë të pranuar. Mos të harrojnë ata njëri tjetrin, siç thash, në shkëmbimin e vizitave, në dua, në lutje, në mirësjellje, duke dashur që gjithë secili nga ne të jetë një njeri më i përkushtuar në këtë muaj të begat të Ramazanit, me Zotin e tij, me fenë e tij dhe me veten e tij për të përmirësuar dhe për të bërë vetja e tij më e mirë në të nesërmen. Faleminderit. Shikues të televizionit të UTA, ishim së bashku me Imam Enis Hoxhën. Unë ju falenderoj të gjithëve për këtë vëmendje që patët edhe sot. Si gjithmonë, ne do të takohemi përsëri në çdo ditë, le të themi para kohës së iftarit, do të jeni me mua, me kolegët e mia, me Egzonen dhe Jonidën. Shikim të këndshëm në minutat në vazhdim, ndërsa të gjithë ju them, Zoti ka bull dhe ju bëft mirë iftari. Mirupafshim.